Aksidenti frikshëm ka ndodhur në Lushnjë. Një mjet tip Audi ka përfunduar jashtë rrugë dhe përpasoi 3 persona që udhtonin në të janë plagosur. Të lënduarit janë transportuar në spitalin e Lushnjës ku janë nën kujdesin e mjekëve jashtë rrezikut për jetën. Policia në vendngjarje po dokumenton ngjarjen ndërsa dyshohet paraprakisht se shpejtësia e lartë dhe lagështira në rrugë mund të janë shkaqet e daljes nga rruga të mjetit. Automjeti pasi ka dalë nga rruga ka përfunduar 10 metra larg në një parcel. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.